mbrëma të gjithëve. Sot jemi këtu për Shqipërinë. Jemi këtu për tokën, për natyrën, për të drejtën dhe për dinjitetin tonë. Por sot kemi dhe një arsye më shumë për të ngritur zërin. Sot është përvjetori i ndarjes së jetës nga jeta një gruaje që sot na mëson se çfarë do të thotë mos përkulës përpara pushtetit. E jam e bindur që shumë nga ju në këtë shesh sot do e bënin shumë krenar Musine Kokalarin. Musinja nuk ishte thjesht një shkrimtare. Ajo ishte një grua që zgjodhi lirinë në një kohë kur liria kishte një çmim të jashtëzakonshëm. Ajo besoi te demokracia kur demokracia ishte e rrezikuar. Besoi te pluralizmi kur kërkohej bindje. Dhe kundërshtoi diktaturën kur kundërshtimi mund të merrte gjithçka ashtu siç ndodhi me Musinën. Për këtë arsye u burgos, u internua dhe u përndoq për dekada, por diktatura mund t'i merrte vetëm lirinë fizike, asnjëherë lirinë e shpirtit të saj. Dhe pikërisht këtu qëndron madhështia e Musinës. Ajo na mësoi që qëndresa nuk është gjithmonë të fitosh. Ajo na mësoi se ndonjëherë qëndresa është mos pranosh të bësh pjesë e padrejtësive. Është të thuash jo kur e di që mund të jesh vetëm. Është të mbrosh të drejtën edhe kur përballë ke më shumë se pushteti. Është mos lejosh që frika të